nuk jom servilis kurkunja, as nuk jom federal, as nuk jom trener këtu, nuk varna për kurkunja, ato që ka shoh e foli vërtetën. Unë nuk jom servil, as i udhëheqësit që nesër të marrë një vend punës të livdoj Prishtinën apo të livdoj Dritën. Mirë po foli realitetin me rezultate momentale. I ceka 2 klubet, edhe Dritën, jo që është profa këtu, po Malisheva e meriton 4 ndeshje edhe është afër të merë pjesë në gara evropiane. Mas pori, dush miru kolegët, mos me thonë unë Unë nuk po thonë, po thua unë jam servil, se kolegët e tu të ka kanë servilet që për të kanë për Unë nuk jom servil, unë nuk jom servil. Po nëse si e ti servil tjerë ka kanë pro, që ashtu i bjen. Nuk bën me nënçmu kolegë, si ki kolegë. Unë nuk po thonë për vetin, po se foli realitetin. Po jo se është ashtu se klubi pa trener nuk rën. Dikush do të më shkojë trener. Edhe ty din të njohin njerëz që je këtu në Kosovë jeton. Edhe mua më njohin, edhe atë tjetrin e njohin, pas po të thirr ty kërkosh as po më thirr mua për momentin kërkosh. Është shumë e vërtetë kjo. Njohin që njerëz që je këtu varitin. Se ton ku po vini pisulmoni kolegë servil. Kush është servili i federatës së klubeve? Unë nuk thash me emra, veç po them që jo me emra ty, s'ke nevojë me thonë me emra se kush është bektesh e merr vesh. Ti ke dhe na the servila këtu. Nuk po them unë, nuk po them unë, s'ke nevojë me thonë më shumë. Mirë po. Edhe bën tha unë se servili bën tjetër të servila. Po nuk bën ashtu më thonë. Alo, juaj deputeti, juaj ministri, juaj kryetari i komunës. Ne mos ki alo, edhe ti thirr gole mos ki sot. Jo, lutem. Po të lutem edhe ty të lutem. Nuk thirr, nuk e kam atë kulturë sportive. Po kush ka thirr? Kulturë familjare. Me thirr. Kush ka thirr si mos të shtojnë as si trener. E normal që të shtojnë. Nuk foli për të tjerë. Unë nuk thash që mos më keq kupton, nuk thash për ty, po folin për për mua. Kur thuash për kolegë mi thua për mua, unë po foli realitetin. Po çush, mos më mi thon servila njerëzve. Unë po folim për gjithësi se personë për emisione trenerat po bojnë që mos si me fitu një vend punës pa merit. Pa merit? Pa merit, lutem. Si mas teje? A që shkon vendin e punës, ata vlerësojnë që e morin që e meritëraj. Tani po i dhënon pse po dështojna, pse më largun. Së është të vaja, së jasë. Tani po i dhënon, po pse më largun. Tu e ki gabim krejt. Lutem. A i garanton të një klubi që e bën kampion me shkushta? A i garanton që ki suksese? Mirë po. Që s'ti ku ty? A ki pas trener oferta këtë kohë? Pse e hik tipi klubi, farit? Shiko, ti e din sa kom probleme në futbolin tonë kosovar. Sa si nuk jom i mirë se ardhëm këtu. Pse si? Bashkit emisionin, sa kom pas probleme, jo ke lu këtu, jo ke bo këtu. Ka njerëz që thirin me telefon, mos e merrni Faredin Durakun. Mos e merrni se nuk është njeri adekuat. Jo në emision, për klube. Në ka thonë njerëz, mos e merrni Faredinin. Ti sta mërmenja sa kom armiq, sa kom dushmona. Se keni armiq, zotri Durakun? Më thonë mua kush duhet me se me Faredin. Jo, ti Faredin s'ke lu në për futbolin e ara, si kur që e përmenë. Së më karo rasti, kem pas që tu në rasti.